Vetëm 2 javë pas zgjedhjes së dhunshme në krye të radio-televizionit shqiptar, një vendim që burimet të pamfletit e lidhin me ndikimin e Linda Ramës, Eni Vasili ka nisur një sër emrimesh klienteliste, shpërndarje fondesh dhe pazare të paracaktuara që po japin RTS-s më shumë gjashmëri me një agjenci shërbimesh familjare sesa me një institucion publik mediatik. Më 8 maj 2025, me shkresë numër 1275 fraksion 2, Vasili ka dërguar Këshillit Drejtues të RTS kërkesën për ndryshim strukture, duke kërkuar emrimin e 6 këshilltarëve në kabinetin e saj, nga të cilët 2 të brendshëm dhe 4 të jashtëm, një rritje e 2 fisht nga struktura ekzistuese. Brenda vetëm 24 orësh, më 9 maj, Këshilli Drejtues e miratoi kërkesën me vendim numër 17, duke i hapur rrugë punësimit të 6 këshilltarëve me një fond pagash mujore prej 5.2 milion lekësh neto. Pagesa ka hyrë në fuqi po atë ditë, ndërkohë që emrat e këshilltarëve nuk janë publikuar as në shkresën e dorëzuar, as në faqen zyrtare të RTS-s. Ato janë futur në bordero në mënyrë të fshehtë, çka lë hapur dyshimet se kemi të bëjmë me këshilltar fantazëm, miq personal apo njerëz të lidhur me familjen kryeministrore. Por qokat nuk ndalen këtu. Me shkresë numër 1414 datë 28 maj 2025, Vasili i kërkoi Këshillit emrimin e Anduena Manushit në detyrën drejtoreshe njësisë së programeve, duke e paraqitur si kandidate të dalë nga gara publike. Vetëm 2 ditë më vonë, më 30 maj, Këshilli miratoi emrimin me vendimin numër 23, ndonse Manushi ishte deri në atë moment drejtoresh programesh në TV News 24, ku Eni Vasili ishte moderatore dhe punonjëse në varësinë e saj direkte. Pazari ishte i gatshëm, vetëm pritej vula e re. Një tjetër episod klientelizmi ndodhi më 9 maj, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, kur me vendimin numër 18, RTS miratoi projektin Shqipëria Zgjedh me vlerë financiare 17 milion lek, një projekt me pretendim artistik që në fakt është një çek i hapur për klientët dhe miqt mediatik të Eni Vasilit. Në një kohë kur zgjedhjet janë akt politik dhe jo temë artistike, përdorimi i fondeve publike në mënyrë të tillë përbën manipulim të qëllimshëm të paras publike për qëllime partijake dhe personale. Ndërkohë, njëherë pas marrjes së detyrës, Vasili bllokoi dhe anuloi tenderin për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes DVB-T2, një kontratë me vlerë 120 milion euro. Sipas burimeve të pamfleti, kjo kontratë do rishpallet dhe do zhvillohet me partner të paracaktuar nga vetë Eni Vasili ose nga kryeministri, për të cilin ajo është kthyer në një zë publik institucional. Qeverisja e re në RTS nuk është reformë, por kapje drejt për drejt, transformimi i medias publike në një platformë propagande, pazari dhe klientelizmi, ku vendet e punës, programet, fondet dhe drejtuesit ndahen si plaçk ndërmjet një rrethi të ngushtë që nuk ka asnjë lidhje me interesin publik.